Sa vite ke që jeton këtu? 22 vjetë. Si e mbanë në rrugën në 22 vjetë? Po kjo përpara ka qenë të hekuruta, çfarë ka qenë se unë kam banuar në fshat. Po ti thua 22 vjetë edhe të qëndrosh në të gjendje, pranë qytetit, që ka vatë rruga në për fshatra, edhe një copë rrugë tu të piqem nga zepu, unë jam 77 vjeqe. Njëra nashë i kam këmët, po pastaj fëmijët janë të larguar. Këto 30 vjetë që më thatë që jetoni këtu, sa herë është investuar në këtë rrugë? Unë neve... Asnjëherë më nuk është investuar në këtë rrugë. Asnjëherë nuk kanë ardhur këto. Do me thënë, kanë të herë në rrës, na jemi dhe në rreth Vlorës jemi. Nuk vim që nga Kuksi, nga Shkodra, hajde, po jemi në rrethin tonë. Prandaj, kemi drejtën tonë dhe neve. I paguajmë dritat, i paguajmë gjerbrime, qarjane të gjitha, edhe nuk e ka vënë njeri ujtë të zjarë për Po neve. në kohët me reshje shiu, si bëhet? Ja, bëhet këtu si kjo punë. 3 palë qisme i kemi. Edhe që të themojt ke që nëna, ne i paguajmë ti, asë nuk kemi, asë kanalizime se gjithë tjerat, po që në kohën e fetit më falë për shprejen, për fekaljet, me gropa, gjuna. Gjithë ujrat e zeza i Ku kenë t'i në rrugë. shpjem, ujrat e zeza, mish në harrin brënda, ja, për këto jemi, se flasëm dhe jashtë. Dhe në një farë vënde,